Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, ka bërë një paralajmërim të ashpër ndaj presidentit Ukrainas Volodymyr Zelensky, duke thënë se ai do të përballet me probleme të mëdha nëse përpiqet të tërhiqet nga marrëveshja e mineraleve midis dy vendeve. Deklarata erdhi këtë të hënë teksa Trump i referohej përpjekjeve të Zelenskit për të rinegociuar kushtet e marrëveshjes. Nëse ai e bën këtë, do të ketë probleme të mëdha. Ne bëm një marrëveshje për tokat me minerale. Dhe tani ai po thotë: "E po, ju e dini, dua të rinegocioj marrëveshjen", tha Trump para gazetarëve. Megjithse Trump përmendi armiqësinë e fortë me Zelenski dhe presidentit rus Vladimir Putin si një pengesë për zgjidhjen e shpejtë të situatës, ai nuk e fshehu zhgënjimin ndaj Ukrainës, që po kërkon të ndryshojë kushtet e marrëveshjes. Sipas mediave të huaja, marrëveshja e re e mineraleve kërkon që Ukraina të krijojë një fond të përbashkët investimi, ku të ardhurat nga burimet natyrore të menaxhuara në të gjithë vendin të depozitohen dhe menaxhohen në mënyrë të përbashkët. Megjithatë, marrëveshja nuk i jep Ukrainës asnjë garanci sigurie në të ardhmen, një kërkesë kyçe për Kievin e cila kishte qenë pjesë e diskutimeve të mëparshme në zyrën ovale muajin e kaluar. Kushtet e reja, që janë më të rrepta se sa propozimi fillestar, kanë shkaktuar pakënaqësi në Ukrainë dhe tensione të reja në marrëdhëniet SBA-Ukrainë. Javën e kaluar, raportet mediatike bën të ditur se Trump po përpiqej të siguronte më shumë përfitime nga marrëveshja e mineraleve. Kjo situatë vjen në një kohë kur Ukraina përballet me sfida të mëdha të sigurisë kombëtare dhe kërkon mbështetje ndërkombëtare për të përballuar ndikimin rus në rajon. Presioni i ri nga administrata Trump mund të komplikojë më tej pozicionin e Ukrainës, ndërsa përpjekjet për të mbrojtur burimet natyrore dhe interesat e saj kombëtare vijojnë të jenë një sfidë komplekse.